إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد تجيث لافدريمة تقين الله سبحانه وتعالى أتى لافدريم ديم ذا فالي فتن بريتي كركيم kërkojmë mbrojtje Allahut nga keqja vetëve tona dhe punëve tona. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kushta humbë, ndërsa atë që e çojë humbje nuk ka kushta udhëzoj. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër më të drejtë përveç Allahut vetëm partak. Po ashtu dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Lëvdata e shumtë dhe shpëtimi i madh i Allahut qoftë mbi të, mbi familjen dhe shokët e tij, si dhe mbi gjithë ata që i pasuan ata me përpikmëri deri ditën e Kiametit. E më pas, robërt Allahut, keni frikë Allahun e lartësuar dhe dijeni se nga gjërat më të mëdha që e qetësojnë zemrën, e bëjnë njeriu të palëkundur dhe mbushin shpirtin me qetësi dhe siguri, është që robi ta ndjejë se Allahu i lartësuar është me të. Pra është pranë tij dhe afër tij me dijen, shikimin dhe dëgjimin e tij, si dhe me ndihmën dhe mbrojtjen e tij. Pra Allahu i lartësuar e dëgjon lutjen e tij, e di gjendjen e tij, e sheh vendin e tij dhe e ndihmon atë kundër armiqve të tij. Kjo është prania e Allahut për robërit e tij besimtar dhe të devotshëm. Ndaj Allahu i lartësuar i thot pejgamberëve të tij Musait dhe Harunit alayhimas salam: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Shkoni te Firauni, sepse ai vërtet i ka kaluar kufi. Thuani ati fjalë të buta, ndoshta ai përkujton ose friksohet. Ata thanë: Zoti ynë, ne kemi frikë se ai do ta teprojë me ne ose do t'i kaloj kufit. Ai tha: mos keni frikë, unë jam me ju të dy, dëgjoj dhe shikoj. Do me thënë, unë jam pranë jush me dëgjimin dhe shikimin tim dhe me ndihmën dhe mbrojtjen time. Pra prania Allahut të lartësuar e forcon të dobtin, e ngratë që është i thyer dhe i largon errësirat e frikës dhe ankthit. Prandaj Allahu i lartësuar thot: Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Nëse ju nuk e ndihmoni atë, pra pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, atëherë Allahu e ka ndihmuar atë kur jo besimtarët e dëbuan atë i cili ishte njëri prej të dyve. Kur ata të dy, pra Abu Bekri bashkë me pejgamberin alayhis salam, kur ata të dy ishin në shpellë dhe ai tha shokut të tij: mos u pikëllo, sepse vërtet Allahu është me ne. Pastaj Allahu zbriti qetësinë e tij mbi të dhe ndihmoi atë me ushtri që ju nuk i shihni dhe e bëri fjalën e jo besimtarëve më të ultën, ndërsa fjala e Allahut është më e larta. Allahu është i plot fuqishëm dhe i urtë. Pra kjo tregon se Allahu i lartësuar ishte pranë tyre me ndihmën dhe mbrojtjen e tij. Ndaj dhe jo besimtarët nuk arritën dot që t'i dëmtonin ata apo që t'i lëndonin. Ndërsa nga Abu Bekri radiallahu anhu transmetohet se ka thënë: isha me profetin sallallahu alaihi wasallam në shpellë dhe pash gjurmët e mushrikëve, pra i dhujtarëve. Thash: o i dërguari i Allahut, sikur njëri prej tyre ta ngrinte këmbën
do të na shihte. Ai tha: "Ma dhannuka bithnejni Allahu thalithuhuma." Çfarë mendon ti për dy persona ku i treti i tyre është Allahu? Do më thëmë përderisa Allahu i lartësuar është pranë nesh me ndihmën dhe mbrojtjen e tij, rri i qetë sepse je i sigurt dhe i mbrojtur nga çdo gjë e keqe. Vëllezër të nderuar, zemra ndonjëherë dobësohet, rrethohet dhe kaplohet nga frika, rëndohet nga sprovat dhe mbivarkohet nga brenda. Ajo ka nevojë për dikë që e qetëson dhe stabilizon atë. Kur robi mbështetet tek Zoti i tij me zemër, i bindet urdhrave të tij dhe largohet nga ndalesat e tij, ai fiton nderin e pranisë së Allahut dhe arrin dashurinë e tij. Kush ka Allahun pranë në ndihmën dhe mbrojtjen e tij, atë nuk e dëmton shumica armiqve dhe nuk e frikson ashpërsia e sprovave. Ndaj ne kemi shembull Ibrahimin a.s., i cili e gjeti praninë e Allahut në momentet më të vështira, në momentin kur populli i tij deshën ta djegnin të gjallë atë për shkak se ai u atheu idhujt dhe refuzoi idhujtarinë e tyre. Atëherë pra në këtë moment Allahu i lartësuar tha: "Kulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim." Ne thamë o zjarr bëhu i ftohtë dhe shpëtim për Ibrahimin. Po ashtu edhe Yunusi a.s. në momentet më të vështira në fundin e detit, në barkun e balenës i drejtua Allahut me lutjet sinqert dhe e gjeti praninë e tij. Ashtu sikur se na tregon Allahu i lartësuar për të duke thënë: "Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham kadhalika nunji al-mu'minin." Dhe përkujto Dhannunin, pra Yunusin a.s., kur u largua i zemruar dhe mendoi se ne nuk do ta zinim ngushtë atë. Pastaj thirri në errësira: "Nuk ka të adhuruar tjetër më të drejtë përveç teje, i patmeta jeti, vërtet unë isha nga të padrejtët." Atëherë ne ju përgjigjëm atij dhe e shpëtuam atë nga brënga dhe kështu i shpëtojmë ne besimtarët. Robërt Allahut, prania e Allahut ka shkaqe dhe rrugë për të arritur. Prej tyre është përmbushja e detyrimeve që ka caktuar Allahu dhe afrimi tek ai me vepra vullnetare dhe bindje. Nga sa Allahu i lartësuar thotë: "Wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana." Allahu tha: "Unë jam me ju, pra unë jam pranë jush, nëse ju vërtet e falni namazin, jepni zakatin, besoni të dërguarit e mi, i përkrahni ata dhe jepni Allahut huat mirë." Pra Allahu i lartësuar është pranë robit të tij kur ai kryen obligimet dhe detyrimet ndaj krijuesit vet. Ndërsa nga Abu Huraira radiallahu anhu transmetohet se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna Allaha qala man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه." Allahu i lartësuar ka thënë: "Kush i shpall armiqësinë të dashurit tim, unë i shpall luftë atij. Robi im nuk afrohet tek unë me diçka më të dashur tek unë se sa detyrimet që ja kam bërë obligim. Po ashtu robi im vazhdon të afrohet tek unë me vepra vullnetare, derisa unë ta dua atë. E kur ta dua atë, bëhem dëgjimi i tij me cilin dëgjon, shikimi i tij me cilin sheh, dora e tij me cilën vepron dhe këmba e tij me cilën ecën. Nëse më kërkon diçka, patjetër do t'ja jap, dhe nëse kërkon mbrojtjen time, patjetër do ta mbroj." Pra shikoni se çfarë nderi dhe mirësie madhështore
është kur robi përmbush obligimet dhe bën vepra vullnetare shtesë për hir të Zotit të tij. Po ashtu prej shkaqeve të arritjes së pranisë Allahut është devotshmëria ndaj Allahut të lartësuar në fshatësi dhe në publik, si dhe bamirësia ndaj krijesave, nga sa Allahu i lartësuar thot: Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Vërtet Allahu është me ata që tregon të devotshëm dhe me ata që janë bamirës. Pra kush i përmbush këto shkaqe, ai fiton praninë e Allahut të lartësuar dhe korr frytet e saj, e që janë qetësia, ndihma, mbrojtja dhe suksesi në këtë botë dhe në botën tjetër. Robërt Allahut, po ashtu prej shkaqeve me të cilat muslimani arrin praninë dhe afërsinë e Allahut është durimi. Ndaj ata që bëjnë durim, përfshihen nga mirësitë e pafundme të Allahut të lartësuar dhe nderohen në këtë prani dhe afërsi të tij. Për këtë arsye Allahu i lartësuar thot: "Wasbiru inna Allaha ma'as sabirin." Dhe bëni durim, vërtet Allahu është me durimtarët. Ndërsa Aliu radiallahu anhu ka thënë: "As-sabru min al-imani bi manzilati ar-ra'si min al-jasad." Durimi në raport me besimin është si koka për trupin. Pra kjo tregon rëndësinë dhe vlerën e madhe që ka durimi. Po ashtu prej shkaqeve për arritjen e pranisë dhe afërsisë së Allahut të lartësuar është edhe përmendja e shpeshtë dhe e shumtë e tij. Ndaj nga Abu Huraira radiallahu anhu transmetohet se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Yaqulu Allahu ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi, wa ana ma'ahu idha dhakarani, fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi, wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khayrin minhum, wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an, wa in taqarraba ilayhi dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an, wa in atani yamshi ataytuhu harwala." Allahu i lartësuar thot: "Unë jam sipas mendimit që robi im ka për mua, dhe unë jam me të kur ai më përmend mua. Nëse ai më përmend në veten e tij, unë e përmend në veten time. Nëse ai më përmend në një tubim, unë e përmend atë në një tubim më të mirë se ai. Nëse ai afrohet tek unë një pëllëmb, unë afrohem tek ai një krah. Nëse ai afrohet tek unë një krah, unë afrohem tek ai një pash. Dhe nëse ai vjen tek unë duke ecur, unë shkoj tek ai duke shpejtuar." Pra kjo tregon se përmendja e Allahut bën që njeriu të fitojë kënaqësinë e Allahut të lartësuar dhe si rrjedhoja e Allahut të jetë gjithmonë për ati me ndihmën dhe mbrojtjen e tij. Prandaj, le të përpiqemi që t'i përmbushim këto shkaqe dhe sebepe me qëllim që të arrijmë praninë dhe afërsinë e Allahut të lartësuar, nga se prania e Allahut do të thotë që ai është afër robit me dijen, shikimin dhe dëgjimin e tij, si dhe me ndihmën dhe mbrojtjen e tij. Aqulu hadha al-qawl wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Robërt Allahut, kijeni frikë Allahun e lartësuar dhe përmbajeni devotshmërisë ndaj tij, sepse tek devotshmëria ndaj tij gjendet lumturia e robërve dhe pikërisht ajo është furnizimi më i mirë për ditën e Kiametit. Për këtë arsye Allahu i lartësuar urdhëron dhe thot në librin e tij: "Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." O ju që keni besuar, keni frikë Allahun dhe le të shikojë çdo njeri se çfarë ka përgatitur për nesër. Friksojeni Allahut, vërtet Allahu është i dijshëm për atë që ju veproni. Robërt Allahut, prej fryteve më të mëdha të pranisë së Allahut ndaj robit të tij është se Allahu i lartësuar e ruan atë, e ndihmon dhe udhëzon atë, si dhe e mbron atë nga çdo e keqe dhe nga çdo gjë e padëshiruar. Ndaj nga Ibn Abbas radiallahu anhuma transmetohet se ka thënë: "Një ditë isha pas të dërguarit e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe ai më tha: Ya ghulam, inni uallimuka kalimat,
ihfadhillaha yahfadh, ihfadhillaha tajidhu tujahak. O djalosh, unë do të mësoj disa fjalë. Ruaja Allahun duke zbatuar urdhët e tij dhe duke u ndaluar nga ndalesat e tij, që të ruaj ai ty. Ruaja Allahun do ta gjesh atë para teje, pra me udhëzim, ndihmë dhe mbështetje. Pra kur robi ruan urdhrat dhe kufit e Allahut, ai e gjen Allahun pranë tij, duke ruajtur atë dhe duke u përkujdesur për të. Ai që ka mbrojtës Allahun e lartësuar, ai nuk do të humbas kurrë dhe as do të mposhtet nga sprovat dhe vështirësitë që do të hasë në jetën e tij. Po ashtu prej fryteve të pranisë Allahut ndaj robët e tij është edhe përfundimi i mirë që fiton ai në këtë botë dhe në botën e tjetër. Sado që të shtohen errësirat dhe vështirësitë, përfundimi i mirë është për të devotshmit. Për këtë arsye Allahu i lartësuar thotë: "Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ard wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin." Atë botë të ahiretit ne e bëjmë për ata që nuk dëshirojnë mendje, madhësi dhe arrogancë në tokë edhe as prishje, dhe përfundimi i mirë është për të devotshëm. Prandaj, le të reflektojmë thellë mbi këto kuptime dhe të përpiqemi që zemrat tona t'i pastrojnë nga ligësia, arroganca dhe pasimi i tekave. Le të jemi prej atyre që kërkojnë kënaqësinë e Allahut në çdo hap, duke duruar vështirësitë dhe duke shpresuar në shpërblimin e tij, sepse fundi i mirë nuk është rastësi, por fryti i besimit sinqert dhe veprave të mira. E lutim Allahun që të na bëjë prej të devotshmëve dhe të na dhurojë një përfundim të mirë në këtë botë dhe në ahiret. Amin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.